Gjatë mbrëmjes së të mërkurës, qyteti i Tetovës u trondit nga një ngjarje e rëndë. Një student e Fakultetit të Mjekësisë u raportua se kishte rënë nga kati 4 i një ndërtese, duke humbur jetën në vend ngjarje. Vetëm më pas u bë e ditur se viktima është Daorsa Spaia, 24 vjeçare nga Gjakova, e cila po studionte në Tetovë. Ndërkohë, burimet e afërta të insiderit me autoritetet në Tetovë bëjnë me dije se 24 vjeçaria dyshohet se është hyrë nga një person që të kryej vetvrasje. Sipas këtyre burimeve, i dyshuar për rastin është djali i një biznesmeni të njohur në Maqedoni, Sejdiu, biri i Sejdiut nga Kumanova. Ndërkohë, sipas portalit Index Online, burimet e tyre kanë pohuar se në banesën e të dyshuarit është gjetur telefoni i viktimës me mesazhe kërcënuese ndaj saj, si dhe një armë zjarri. Varrimi i të ndjerës së kaq do të bëhet ditën e nesërme në orën 14 në varrezat e qytetit në Gjakov. Daorsa ishte studente e nivelit master në Tetovë, derisa ende mbeten të paqarta rrethanat e vdekjes së saj. Prokuroria themelore në Tetovë ka njoftuar se janë intensifikuar hetimet dhe do të ndërmerren të gjitha masat deri në zbardhjen e plotë të rastit, kushtuan se të dhënat e para nuk japin indikacione për vepër penale. Nga ana tjetër, gazetarja Liridona Vejseli ka thënë se viktima kishte pasur vazhdimisht presion fizik dhe psikik nga i dashuri i saj. Sipas gazetares Vejseli, dëshmitarët okulari kanë komunikuar se vazhdimisht e ndjera kishte pasur probleme dhe se kishin dëgjuar Brit Maqevinin nga banesa e saj. Fjalët e para që na than banorët që banonin aty ishin se vajza në fjalë ka vuajtur dhe se ka pasur shumë britma dhe dhunë fizike, si dhe një gjendje të tensionuar. Edhe komshinët e tjerë që e patën afër, atë e kanë fotografuar dhe e kanë regjistruar sepse vajza disa herë në balkonin e banesës së saj ka qarë, ka dashur të bëjë vetvrasje, është kthyer prap, ka folur në telefon, ka qarë dhe ka shkruar mesazhe. Pra, rrethanat të gjithë i dinë dhe vajza ka pasur probleme dhe askush nuk e ka marrë guximin t'i njoftojë autoritetet, ka treguar Vejseli në emisionin Kosova Today. E njëjta gazetare ka pohuar se para se të ndodhte ngjarja, vajzës nga Gjakova i kishte rënë telefoni në një kafene. Aty ku është banesa, në anën tjetër ka një kafiteri, ku fillimisht kishte rënë telefoni i vajzës nga banesa mbi kafiteri. Pronarja kishte marrë telefonin dhe e kishte parë duke cingëruar, ku dikush e kishte thirrur dhe i kishte thënë se telefoni është i vajzës në fjalë dhe se përgjysmore do të shkonin që ta merrnin, tha Vejseli. Gazetarja më tutje thatë se pronari i kafiterisë kishte pritur që të shkonin ta merrnin telefonin dhe më vonë kishte parë policin në vendin e ngjarjes dhe kishte kuptuar se vajza kishte ndërruar jetë. Në vendin e ngjarjes, policia dhe prokuroria kishin gjetur barna për gjendje të rënduar të shëndetit mendor, ka thënë ajo. Sa kaq babai i vajzës, Arber Spaia, shkruan në rrjetet sociale për krah një foto të së bijës, pushoi që në parajs dritë syve të mi.